Ta kryj mendimin. Me gjithë respektin. Qytetarët e Kosovës sot për sot nuk kanë rrymë. 25 vite pas luftës nuk kanë rrymë, i vetmi ndoshta vetë në rajon që kemi krizë energjetike, me mos pasja rrymë, dhe me thënë, edhe reformat energjetikës që ka qëndosh më bo, nuk e në bo, gjithmonë ka pas keq përdorime. Unë më kujtohet edhe pas luftës, edhe ndërkombëtar ku ka qenë me një mision, fill pas luftës për pas disa vite, ku thot që me 100 miliona jenë investu në kek, e çka është nuk ka rrymë ka pas ndërprerje absolutisht vazhdimisht. A është arsye mëse pas rrymë sot? S'është arsye. Absolutisht. Nuk është arsye. Unë sa thash, këta 5 vite kanë pas mundësi më shumë me bo, s'kan bo. Dej 2008 e ka dhënë në miku. Në aspektin energjetik nuk kanë bo, nuk e kanë zgjedhur. Ti me qenë korrekt, dej 2008 në miku e ka dhënë energjinë elektrike. Është vërtet. Shtylla 4 orë mikut. Është vërtet mirë, po pastaj pastaj as tjetër nuk e kanë zgjedhur problemin. Jo, e ka zgjedhur qeveria pavarësisë. Belloq, qeveria pavarësisë kam qenë unë pjesë. 2008 ka thonë qeveria shqiptare në atë kohë, nuk do të ketë as një minutë energji reduktime se ka qenë 3-3. Veç të bëjmë korrekt. Dej 2021, kur ka ardhur Albin Kurti, s'ka pas kur reduktime. Prej 2021, as nuk kemi prodhim shtim të kapaciteteve energjisë elektrike, përkundrazi kemi përzënje të kontroll globalit dhe sot kemi kolaps energjetik. Prandaj prej 2021, falë kënina që ka ndodhur, sepse anë në një farë mënyrë ishte rregulluar. Se s'po e mbroj generatorët janë stërvjetruar, zgjedhja ka qëndruar vetëm me ndërtuar termocentral. Po ka përzon kontroll globalin që ka pas me të unë nuk i arsitoj asnjë s'kan bo fare. Jo veç për energji, pas për aspektin ekonomik. Ja po ku natë ti kanë reduktimet. Pse? Shiko, në Kosovë. A ke pas reduktime, as ke pas në ministerinë? Shiko. Në Kosovë. Po i morë burse e ke pas për vetë. Ka pas reduktime. S'ka pas reduktime. Jo vëlla kena pas harruçira. S'pas jetu në Kosovë. I kena pas jo vëlla kur ti dorë në Kosovë. Jo, ka bërë. Jo në suspendikalitet. Thjesht në Kosova ende ka bruto produkti më të ulët në rajon. Jo tashtit, po edhe më herët. Po çështë jam ja ushtill qytetarëve, që kishte pozitivisht jam ja ushtill qytetarëve. E mi mbrojt Albin Kurti që kalon varri. Absolut. Kosova nuk disha për produkte që këto studentë nuk kallzojnë. Produllaçat lehtësi, një si çështjeve ekonomike. Po ju se janë qytetarë s'kan rrymë sonte, s'kem nevojë për termë, s'kem nevojë për termë shkencur, ku s'kena rrymë. Jo, shkencur. Kosova ende për shembull gjitha 24 vite faktikisht 3-4% bruto zhvillimit ekonomik. Nuk është mjaft. Shpjegoj qytetarët më thjesht to bruto. Që me kuptu në qytetar kështu. Jo, me kuptu në terma real ekonomik 2.5% neto i bjen. Kjo nuk është e mjaftueshme. Unë kam qenë edhtar, jemi edhtar mbi 7% zhvillimit ekonomik. Albini ka trullu me bojleri filteri, ai ka thonë bojleri filteri tash spifona bojleri filteri. Pra çeku na ka thënë teoria nuk zhvillohet ekonomia, i nderuar. Pa reformë energjetike nuk zhvillohet ekonomia. Pa sundim të ligjit nuk zhvillohet ekonomia. Këtu ende po kriminalisti që shkoi te prokurori, sikuna Rakiçi si kriminalist. 2009 informalitetin në Kosovë, sidomos statistikore dikon 39.5%. Ka qenë më i madhe. Domethënë sfidë për në aspektin ekonomik është mi bë një informalitet ekonomik. Gjithashtu në gjitha vendet e rajonit ka ra informaliteti, po ende mbi 33.8% prapë në Kosova dhe moli zi informaliteti më mëdhenj. Shiko. Konkret lidhet. Po, lidhet se këtu ka informalitet, këtu nuk ka transparencë. Një operator thot ndryshe deklarat, tjetër operator thot ndryshe. Jo, ma që problem bëhet s'ki mundësi. Jo, edhe zërëja është kriminalizume. Kesko po thot, kekut s'ki rrymë më mshit. Nuk ka të rrajt kesko, ka të rrajt keku. Sa në ndikim të Albin Kurti. Shiko, nuk kemi treg të liberalizuar. Mirë bre, po kesko ka thonë sonte, nuk po keni rrymë më mshit, duhet me importu. Prandaj deklarata keskës ishte e sakt. Mani ka njëftuar që nga njësë nuk ka treg liberalizuar, nuk ka konkurrencë plot. Faktikisht që s'to ka përshku. Po i dhe vesh me kuptu qytetarët, a ka rrymë, as ka rrymë keku, sa të prodhu rrymë. Me ditë ata atje në katon, dragash, në rave, si kohë e tje. A i katonore jo dhëtë me ditë sonte që rrymën e blejnë apë i Serbis pa tender. Edhe anashet as nashet zëtë e dënë. Shiko, na dim që dikon 35%, si mazdonë statistikuar, dikon është importu në Kosovë ndër vite rrymë.
importuar. Jo, për ka njerës ka posë heqë import, ka njerë. Faktikisht, nëse thashtë... Për shta spileni qytetarët as mu ngrit, as mu këfill, as mu qumë me dojnë protest.